بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد تجثى فلندريم ذا لفدريمة تكون الله تبارك وتعالى أتى فلندروم ذا فتن بريتين ديم ذا فالي كركون Të gjitha selamet dhe salavatet janë për pejgamberin ton të fundit, Muhammedin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Po filloj me lejen Allah tebaraka wa taala me komentimin e surës At-Tur. Sura e cila është prej surave të gjuzit 27, i ka 52 ajete dhe është e 49 me rend. Kjo sure me pajtimin e dietarëve është sure mekase, sure e cila ka zbrit në Mekë. E dallimi me sureve mekase dhe medinase është në dy gjëra kryesore, e që është koha e zbritjes së tyre dhe po ashtu përmbajtja e tyre. E që është, siç tham, koha e zbritjes së tyre dhe po ashtu përmbajtja e tyre. Surat mekase janë ato surat të cilat kanë zbrit para hijretit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe nëse kanë zbrit jashtë Mekës, ndërsa surat medinase janë ato që kanë zbrit pas hijretit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe nëse nuk kanë zbrit Medinë. Kjo është e para, sa i përket aspektit kohor. Ndërsa e dyta është tematika dhe përmbajtja e këtyre surave dhe këtyre ajeteve. Sa i përket përmbajtjes, surat mekase zakonisht flasin më shumë për tauhidin, njëshmërinë Allah te baraka wa taala. Flasim për pejgambert që kanë qenë para pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam, flasim për vdekjen, ringjalljen, llogaridhënien e kështu me radhë. Nuk ka dispozita halal ose haram e kështu me radhë, pak. Ndërsa surat medinase më shumë të flasim për dispozita, për halalin dhe haramin. Në fillim të kësaj surës thot Allah te baraka wa taala wat-tur. Betohet Allah te baraka wa taala në 5 gjëra madhështore. Prej tyre 4 prej krijesave të Allah te baraka wa taala. Thot wat-tur wa kitabin mastur fi raqqin manshur wal bayt al ma'mur was saqf al marfu' wal bahr al masjur. Pse betohet Allah te baraka wa taala në këto krijesa? Mas pari e dim që Allah te baraka wa taala betohet në çka don. Nuk është sikur se ne, të cilëve Allah na i ka ndalu betimin në dikën tjetër përveç Allah te baraka wa taala. Allah betohet në krijesat e tij madhështore për me tregu se çfarë peshe dhe çfarë krijesa madhështore janë ato. Në fillim thot wat-tur, betohet në kodrën at-tur. E kjo kodrë e dim që është kodra në cilën Allah te baraka wa taala i ka fol Musës alayhi salam. Aty ka qenë Musa kur Allah i ka shpall. Thot Allah azza wa jall surën An-Nisa, wa kallama Allahu Musa taklima. Allahu i ka fol Musës alayhi salam, me këtë fol me të vërtetë. Është për qëllim kur ka qenë te kjo kodër, at-tur. Po ashtu thot Allah te baraka wa taala në surën Al-A'raf, "Walamma ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu." Tregon që kur është bu koha e caktuar, që ka caktuar Allahu Musës alayhi salam, ka ardhur në atë vend edhe Allah i ka fol Musës alayhi salam. Pastaj në ajetin e 2 dhe 3 thot "Wa kitabin mastur fi raqqin manshur." Pasha librat e shkruar në rreshta apo në lëkura, në fleta të cilat thot Allah te baraka wa taala janë të shtrira edhe të hapura. E që dietar thonë se mund të jetë al-Lawhul Mahfuz, që dim libri i cili është Allah te baraka wa taala, mbi shtaçi, apo edhe Kurani dhe librat e tjerë qellor që kanë zbritur. Wal Bayt al Ma'mur, pasha shtëpinë e cila vizitohet shumë për ibadet nga melekët e Allah te baraka wa taala. E kjo shtëpi është shtëpi e ibadetit, shtëpi e adhurimit, sikur çabja që është për banorët e tokës, ashtu është edhe kjo El Bayt El Ma'mur për melekët. E kjo shtëpi është në qiellin e 7. Dhe thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith që transmeton Buhariu dhe Muslimi prej Enesit radhiyallahu anhu, prej një sahabis tjetër i cili ka pas emrin Malik, se Xhibrili ka tregu pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që në këtë shtëpi çdo ditë hyn 70.000 melek, i bojnë adhurim Allah te baraka wa taala dhe nuk kthehen më kurrë. Si thot Allah te baraka wa taala, la ya'suna Allah
ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Kur flet për melekt, thot nuk I bojnë gjuna Allahu te bareke ve teala, edhe çka do që urdhon Allahu te bareke ve teala, ata I bindën. Pastaj thot was-saqfil marfu', pasha kulmin e ngritur, e që është për qëllim qielli, cilin Allahu te bareke ve teala e ka lënë sikur kulmi që është për shtëpinë, ashtu është edhe qielli kulm për tokën. Allah thot në surën Ar-Ra'd, Allahu alladhi rafa'a as-samawati bighayri 'amadin tarawnaha. Allah është ai I cili ka ngrit qiejt lart dhe I ka bërë pa shtylla. Ju e shehni atë, e shehni që qielli nuk ka shtylla. Veç Allah te bareke ve teala është ai që ka ngrit. Nuk mund të dikush tjetër përveç Tij. Po ashtu në surën Al-Anbiya thot Allah te bareke ve teala, "Wa ja'alna as-samaa'a saqfan mahfudha." E kemi bërë qiellin kulm të ruajtur, I cili është pa shtylla dhe nuk bjen. Arun Allah te bareke ve teala. Wal bahri al-masjur, Allah pastaj betohet në detin e mbushur plot ujë. Ka divergjencë cili është ky ujë, a është ujë kësaj dynjas, deti, apo është ujë I cili është në arshin e Allah te bareke ve teala, I cili zbret në kohën kur Allah te bareke ve teala I ringjall njerëzit prej varrezave të tyre. Kjo sa I përket ajetit të parë deri në ajetin e 6. Pastaj në ajetin e 7 dhe 8, Allah te bareke ve teala e tregon shkakun e betimit. Pse është betu Allah azza wa jall këto krijesa? Wat-tur wa kitabin mastur fi raqqin manshur wal bayt al-ma'mur wa saqf al-marfu' wal bahr al-masjur. Pse është betu në gjithë këto krijesa madhështore? Thot Allah te bareke ve teala, inna 'adhaba rabbika lawaqi'. Me të vërtetë dënimi I Zotit tënd o Muhammed ka për të ndodhur. Ma lahu min dafi', nuk ka kush që e largon atë dënim. Nuk ka kush që ndal atë dënim. Ky është paralajmërimi Allah te bareke ve teala, I cili vetë është madhështor dhe beton krijesat e Tij që janë madhështore. Dhe premton thot se me të vërtetë dënimi I Zotit tënd ka për të ardhur, ka për të ndodhur. Ma lahu min dafi', nuk ka kush që e ndal atë. Transmeton Ibn Abi Dunya prej Omerit radhiyallahu an se një herë për herë ka dalë në Medinën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam natën, ka qenë hipur mbi gomarën e tij dhe ka shikuar se çfarë po ndodh në Medinë gjatë natës. Tregon thot se ka kalu afër një shtëpisë në të cilën e ka dëgjuar një rob të Allahut mirë, duke fal namaz natë dhe duke lexuar surën At-Tur. Këto 6 ajete të para që I tham, edhe premtimin e Allahut, inna 'adhaba rabbika lawaqi' ma lahu min dafi'. Ka marrë ky dënim dhe s'ka kush që e ndalon. Këtë rast Omeri radhiyallahu an ka zbrit pe gomarit tij, është pështet me një prej mureve të Medinës, edhe ka qajtë dhe ka medituar shumë gjatë. Pas një kohë, kur ka mujt u qu dhe ka shku në shpinë e tij. Aq shumë I kalon për shtypi ky ajet dhe ky premtim I Allah te bareke ve teala, sa që thonë sahabit dhe tabend, 30 ditë, një muj, e kemi vizituar në shpinë e tij, ka qenë I sëmur, po nuk e kena ditë prej çkafit është smu. Aq shumë që ka pas frikë Allah te bareke ve teala, një muj ditë s'ka dalë prej shtëpisë. Sahabit e kanë vizituar, shokët e tij, tabend e kanë vizituar, po se kanë ditë prej çkafit është smu. E ne dim që Kur'ani fjalë Allah te bareke ve teala, një prej qëllimeve kryesore se pse ka zbrit është meditimi I saj. Kuptimi I saj, meditimi I saj dhe pastaj bindja ndaj Allah te bareke ve teala. Thot Allah azza wa jalla në surën Sad, kitabun anzalnahu ilayka mubarak. Ky Kur'an është libër që ta kemi zbrit ty o Muhammed, I cili është I bereqetshëm. Pse ka zbrit Allah? Liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab. Në mënyrë që me meditu njerëz librin e Allah, edhe me marrë mësim njerëz që të kanë mendje, që dojnë me ubinë Allah te bareke ve teala. Pastaj thot Allah te bareke ve teala në ajetin e 9 deri në ajetin e 16, flet dhe I tregon disa ndodhi të ditës së Kiametit. Dhe flet për gjendjen që do ta kenë jo besimtarët në ditë, për gënjeshtruesit e pejgamberëve dhe mohuesit e fesë. E në ditë si shenjë ardhes së Kiametit që rregullohet sistemi që e kalon Allah te bareke ve teala në këtë tokë. Ndodhin sende të çuditshme. Nuk është më ai rregull dhe ai sistem cilën Allah te bareke ve teala e ka pasur më përpara. Thot Allah azza wa jall: "Yawma tamuru as-samaa'u mawra wa tasiru al-jibalu sayra." Ditën kur qielli do të lëviz, do të qahet
do të dridhet dhe do të sillet rreth e rreth. Ditën kur kodra do dalin prej vendeve të tyre dhe do të lëvizin, siç thot Allah azza wa jalla në surën An-Naml, wa tara al-jibala tahsabuha jamida wa hiya tamurru marra as-sahab. Në ditë njerëzit shohin kodrat dhe mendojnë që po rrin vendin e vet. Allah ka thonë ato lëvizin sikurse që lëvizin në rat. Fawailu yawma idhil lil mukaththibin alladhina hum fi khawdin yal'abun. Thot Allah azza wa jall, ajo ditë është mjerim i madh për përgënjeshtarët, nga se i pret dënimi i premtuar për përgënjeshtarët të cilët ishin të zhytur në gaflet, pa kujdesi, në shirk, në kufër dhe në gjunahe në përgjithësi. E tregon gjendjen e tyre dhe thot yawma yud'auna ila nari jahannam da'a hadhihi an-nar allati kuntum biha tukadhibun. Ditën kur do të shtyhen ata njerëz jo besimtarët në xhehenam me forcë edhe me dhunë, pa vullnetin e tyre. Siç thot Allah te baraka wa taala në surën Al-Qamar, yawma yushabuna fi an-nar ala wujuhihim dhuqu massa saqar. Ditën kur do të ngrehen zhag njerëz në zjarrin e xhehenamit me fytyrat e tyre. Dhe i thuhet atyne dhuqu massa saqar, shijajini dënimin e zjarrit të xhehenamit. Ju thuhet atyre hadhihi an-nar allati kuntum biha tukadhibun. Ky është xhehenami, zjarri i xhehenamit, të cilën e keni përgënjeshtruar në dynjë, kur pejgamberët kanë ardhur, edhe ju kanë ftu, edhe ju kanë friksu, ju nuk ju keni bindë edhe e keni përgënjeshtruar. Kjo është tash xhehenami i cilën nuk e keni besu. Thojnë ata, ju thuhet atyre, afa sihrun hadha am antum la tubsirun? A mos ndoshta është sihr kjo? Mos është xhehenami sihr që ka me kalu pas një kohë? Am antum la tubsirun? A ndoshta ju nuk po shihni ashtu që nuk keni pas në dynjë, kur Allah te baraka wa taala ju ka paralajmëruar përmes pejgamberëve të tij. Ju thuhet atyre islauha, shijajini dënimin e saj. Fasbiru aw la tasbiru. Bani sabër, bani durim, ose mos bani, njëjtë është për juve. Këtë ditë kur ti në xhehenam, s'ka më dallim sabri prej mos sabrit. E njëjtë është. Fasbiru aw la tasbiru. Innama tujzauna sawa'un alaykum, njëjtë për juve, innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Ju po shpërblehni vetëm atë që keni punu. Nga se Allah te baraka wa taala nuk i bën zullum askujt. Wala yadhlimu rabbuka ahada. Allah nuk i bën zullum askujt. Pastaj Allah te baraka wa taala, siç është zakon në Kur'an, kur flet për xhehenemlit, pastaj flet edhe për robët e Allahut mirë, për xhenetlit. Edhe kundërta, kur flet për xhenetlit, pastaj flet për jo besimtar, për xhehenemlit. Në ajetin vim, Allah tregon për disa bukuri dhe mirësi të xhenetit, që i ka përgatitur për robët e tij devotshëm. Thot Allah te baraka wa taala, innal muttaqina fi jannatin wa na'im. Me të vërtetë robët e Allah te baraka wa taala, robët e mirë të devotshmit, janë në xhenete, në kopshte, wa na'im, dhe në mirësi të shumta. Shumë mirësi nga më të ndryshmet, e që mirësia më e madhe, siç e dim, është në surën Qaf që përmend, waladejna mazid, dhe ka diçka hala më shumë sekret mirësitë e xhenetit, e që është shikimi në fytyrën Allah te baraka wa taala. Tash flet për disa mirësi dhe bukuri që kanë në xhenet. Thot Allah azza wa jall, fakihina bima atahum rabbuhum. Rabët e Allahut besimtarët kënaqen në xhenet. Fakihin, kënaqen shumë me atë që u ka jep Allah te baraka wa taala. Wa waqahum rabbuhum adhab al-jahim. Dhe të njëjtën kohë Allah te baraka wa taala kur i ka jep nimet dhe mirësi, i ka ruajt prej xhehenamit edhe prej dënimeve të xhehenamit. E që kjo ndryshon shumë me gjendjen që është në këtë dynjë. Këtë dynjë njëri mundet me pas mirësi nga më të ndryshmet, por nuk është i sigurt që nuk kam i humb ato. Nuk është i sigurt që nuk kam i ndodhur diçka e keqe. Njëri mundet me pas pasuri të madhe, por gjithë ka frikë, a mos pi humb, a mos pe vjedh dikush, a mos po me pa ato. Mundet me pas vetur të mirë, ka frikë, a mos pe godet dikush, mos po bën ndeshje kështu me radhë. Kretë mirësinë këtë dynjë, Allah azza wa jall mundet me t'i marr. Rana ditës. Ndërsa kjo është për mirësive të Allahut në xhenet, që thot fakihina bima atahum rabbuhum, kënaqen me ato mirësi, wa waqahum rabbuhum adhab al-jahim. Allah i ruan pe xhehenamit dhe çka kanë tënë. Ju thuhet atyre, kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun. Hani dhe pini me kënaqësi
Kënaquni duke hangër dhe duke pi, si shkak i veprave të mira që keni bo në dynja. Edhe të ushqime dhe të pija në këtë dynja, njeri kur hanë dhe kur pen, nuk hanë me mirësi të plot, nga se ka nevoj me qitë pastaj për trupit tijat, ushqime dhe atë pije, ka mundësi me u helmu prej ti, me u smu, me pas diçka në lokë dhe se mbark. Nuk është i sigurt. E prej mirësive gjenetit është që, kur hanë njeri dhe kur pen diçka, është i sigurt edhe kënaqet maksimum deri në fund. Thot Allah te bareke ve teala muttakiina ala sururin masfufa. Ata do të jenë të mbështetur në kolltuçe, të cilat janë të renditura mirë. Wa zawwajnahum bihurin 'ain, dhe ata I martojnë me gra të cilat janë shumë të bukura, që I kanë sytë e bardhë dhe janë shumë të bukura. Walladhina amanu wattaba'athum dhurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dhurriyyatahum wama alatnahum min 'amalihim min shay'. Thot Allah te bareke ve teala, ata të cilët kanë besu, edhe I kanë pasu fëmijët e tyre, pasardhësit e tyre me iman, baballarët dhe nënat kanë qenë besimtar, po edhe fëmijët e tyre kanë qenë besimtar. Çfarë ka për ta? Thot Allah te bareke ve teala, që ja u sjell fëmijët e tyre edhe ja u afron afër në drejtë e baballarëve dhe nënave të tyre. Nga se, siç e dim prej bukurive dhe prej mirësive më të mëdha edhe në këtë dynjë, është fëmia, thot Allah azza wa jall, el malu wal banun zinatul hayatid dunya. Pasuria dhe fëmijët e vlat janë prej zbukurimeve më të mëdha të kësaj dynjes. Allah I afron fëmijët te baballarët dhe nënat e tyre, që mi kënaq sytë e prindërve të fëmijëve. Po thot Allah azza wa jall, pa ja paksu gradën prindërve të tyre, pa ja hub veprat të tyre. Nuk I ngrit, për shembull, fëmijë deri dikon e mi ul prind që mu bo barabart. Po prind të lënë atje në altë ku janë, dhe fëmijët e tyre ja u afron deri në altë. Kjo është mirësisë Allah te baraka wa taala, kullu mri'in bima kasaba rahin. Secili njeri, thot Allah te baraka wa taala, është peng I veprës së tij. Pastaj thot Allah te baraka wa taala, wa amdadnahum bi fakihatin wa lahmin mimma yashtahun. I furnizojmë ata xhenetlit me lloje të ndryshme të pemëve dhe mishrave. E ne dim që në xhenet çka do që don njeri, çka do që I hat ose I pijet ose don me bëj ka ata. Thot Allah te bareke ve teala, wa fiha ma tashtahihi al-anfus. Çdo sen që don shpirti dhe zemra në xhenet është. Wa hum fiha khalidun, dhe ata në xhenet për gjithmonë. Transmeton Buhariu dhe Muslimi nga Abu Huraira radhiyallahu an, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë se Allah te bareke ve teala ka thënë, është hadith kutsi, a'dadtu li ibadi as-salihin ma la 'aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Thot Allah azza wa jall, ja u kumbo gati robëve të mirë në xhennet, ata që sytë e tyre se kanë pa kurr, vesht e tyre se kanë dëgju kurr, dhe as që I ka shku mendja ose nuk kanë menduar me zemër që mundet me pas diçka tillë. Kjo është për shpërblimin e Allah te baraka wa taala. Vazhdon thot Allah azza wa jall, yatanaza'una fiha ka'san la laghun fiha wala ta'thim. Tregon Allah azza wa jall që njerëz pinë verë në xhenetet e tij. Po nuk është ajo verë e njëjta që ka qenë këtu. Nuk I ka pasojat e njëjta. La laghun fiha, nuk ka fjalë të kota për cilëse që zakonisht I bën njerëz, edhe I thonë wala ta'thim, dhe s'ka gjuna. Yatanaza'una fiha ka'san la laghun fiha wala ta'thim. Wa yatufu 'alayhim ghilmanun lahum ka'annahum lu'lu'un maknun. Për rreth tyre, thot Allah azza wa jall, sillen djalmusha trenj, shërbëtor të xhenetlive, të cilët Allah I ka kriju veç për shërbim të xhenetlive, jo për diçka tjetër. Edhe thot Allah azza wa jall që janë I ngjasojnë margaritarëve që janë të ruajtur mirë. Thot Qatada, që është transmetuar prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që dikush e ka pyet që nëse këto janë shërbëtorët e xhenetlive, atëherë si mund të jenë ata të cilëve u shërbehet xhenetlit? Thot dallimi mes tyre është si dallimi mes hënës natën e Bedrit, kur është e plot edhe ndriçon shumë, dhe yjeve të tjerë. Dallimi që është mes yjeve të tjerë dhe të hënës, kështu është dallimi mes xhenetlive dhe shërbëtorëve të tyre. Thot Allah azza wa jall, janë djelmosha të tyre që I ka kriju Allah azza wa jall enkas për shërbim, për shërbimin e tyre. Nuk janë domethënë ata shërbëtorë që I kanë pas njerëz në dynjë,
Që mos me menu që edhe kur ti në xhenet ka me pas të njëjtin shërptor. Jo. Shërptor në xhenet janë njerëz djelmosha të vogël, të ri, të bukur, si margaritar që Allah i ka kriju veç për shërbim në xhenet. Pastaj në jetën vim Allah te bareke ve teala na tregon për bisedën që zhvillohet mesin e xhenetlive në xhenet. Kur ti në xhenet edhe pështojnë prej zjarrit të xhenemit. Thot Allah azza wa jall wa aqbala ba'duhum ala ba'din yatasaalun qalu inna kunna qablu fi ahlina mushfiqin famanna Allahu alayna wa waqana 'adhab as-samum inna kunna min qablu nad'uhu innahu huwal barrur rahim. Ata pyesin njëri tjetrin për gjendjen që ka pas në dynjë. Xhenetlit flasin dhe pyesin njëri tjetrin për gjendjen që kanë pas në dynjë. Thonë që ne kemi qenë në dynjë, në mesin e familjeve tona, të friksuar për Allah te bareke ve teala. Ju kena friksu Allah azza wa jalla, ju kena friksu premtimit ti që e patëm fillim. Inna adhab rabbika lawaqi', me të vërtet dënimi i Allahut Zotit tënd ka ndodhur, ma lahu min dafi', s'ka kush që ndal. Ata thonë ju kena friksu Allah te bareke ve teala. Famanna Allahu alayna wa waqana 'adhab as-samum. Na ka ndëruar Allah te bareke ve teala. Flasën në rëzejti, thonë, na ka ndëruar Allah edhe në dynja dhe në xhenet. Në dynja na ka jep imanin, edhe në këtu në akhirat na ka shtin xhenet. Që thot Allah te bareke ve teala, wa naza'na ma fi sudurihim min ghill. Tregon që në ditën e gjykimit para se me hin xhenet, çdo të keqe që kanë besimtar në zemër, mesin e tyre, Allahu ja u largon atë keqe. Çka thonë ata? Mas pari tajri min tahtihimul anhar, aty në xhenet kanë më pas lumenj që të rridhin, wa qalu alhamdulillahi alladhi hadana li hadha. Thonë falënderimi takon Allahut, i cili na ka udhëzu për këtë të mirë. Na ka udhëzu mas pari me besu, edhe na ka udhëzu me hin xhenet. Wa qalu alhamdulillahi alladhi hadana li hadha wama kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Dhe asesi kishim pas mundësi me udhëzu edhe me hin xhenet, vetëm ndryshe vetëm se përmes Allah te bareke ve teala. Allahu na ka udhëzu dhe Allah azza wa jall na ka fund xhenet. Pastaj thon inna kunna min qablu nad'uhu innahu huwal barrur rahim. Thonë që kur kanë qenë në dynja e kanë lutë Allahun te bareke ve teala shumë. Dhe thonë që ai është Allah azza wa jall i cili është i mirë edhe i cili është shumë falës i madh. Innahu huwal barrur rahim. Do më thonë të regojnë që kanë lutë Allahun te bareke ve teala. E dim që lutja është për ibadeteve më të mëdha. Allah azza wa jalla thot në surën Ghafir, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, ka thënë Zoti juaj, më thirrni mua, më lutni mua, unë ju fal juve. Po ashtu në surën Al-A'raf, walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha. Allah t'i takojnë emrat më të bukur, atëherë ju thirrni edhe luteni me ato emra. Pastaj në jetën vim Allah na i tregon dyshimet që kanë pasur besimtarët ndaj fesë islame, dhe dyshimet që kanë pas ndaj pejgamberëve, dhe flet për gënjeshtrat, trillimet, etiketimet që kanë pas dhe që kanë bërë pejgamberëve. E po ashtu dhe i sfidon ata me më shumë se një sfidë. Thot Allah azza wa jalla në vim: "Fadhakkir fama anta bi ni'mati rabbika bikahin wala majnun." I thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, përkujtoj njerëzit me Kur'an, përkujtoj njerëzit. Le t'i frikson Allah te bareke ve teala, siç thot në fund surës Qaf, "Fadhakkir bil Qur'an men yakhafu wa'id." Friksoj me Kur'an njerëz cilët i frikson kërcënimet dhe dënimet Allah te bareke ve teala. E kujt i bën dobi ky përkujtim? Besimtarëve. Wa dhakkir fa inna dhikra tanfa' al-mu'minin. Allah i thot përkujtoj ata nga se ti nuk je me mirësinë e Allahut tënd as faltor as i çmendur. Këto kanë qenë fjalë që i kanë thonë për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Edhe për krejt pejgambert Allahut, që janë të çmendur dhe janë faltor. Am yaquluna sha'ir natarabbasu bihi rayb al-manun. Po ashtu kanë thënë që njëjtën kohë është edhe poet. Ka fol fjalë për vetes vet, ka trillu. Ky Kur'an nuk është fjalë Allah te bareke ve teala. Allah azza wa jalla thot: "Wa ma 'allamnahu ash-shi'r wa ma yanbaghi lahu." Ne nuk ja kena mësu pejgamberit Muhammedit sallallahu alaihi wasallam poezi, as nuk i takon atij me mësu poezin. Nga sa ka diçka shumë më të madhe. In huwa illa dhikrun wa Qur'anun mubin. Ai është dhikr për kujtim për njerëz, edhe Kur'ani i cili lexohet edhe është i qartë. Ata kurrejt kanë thonë
Am yaquluna sha'ir natarabbasu bihi rayb al-manun, ka thonë po e presim me vdekje dhe me u çliru prej tij. Edhe prej ideve të çuditshme me të cilat ka ardhur. Nga se ja u ka ndryshuar shumë koncepte që i kanë pas përpara ata dhe baballarët e tyre. Vazhdim thot: "Qul tarabbasu fa inni ma'akum min al-mutarabbisin." Thot Allah pejgamberit sallallahu alaihi wasallam: "Mirë, pritni ju derisa të më vjen vdekja mu, fa inni ma'akum min al-mutarabbisin." Edhe unë po pres bashkë me juve, që ta shoh se çfarë po ndodh me juve. E kur kam prit edhe ata, edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, në vitin e 2 Hijri, në Ramazan, ka ndodhur lufta e Bedrit me kazve, prizve tyne, kanë vdekë edhe ja kanë kthy shpinën muslimanëve duke ikë. Am ta'muruhum ahlamuhum bihadha am hum qaumun taghun? Allah thot se mendjet e tyre i shtin me mendu kështu për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Se është kahin, majnun, falltor, i çmendur, sha'ir, poet. Mendjet e tyre, cilat këto cilësitë që i përmendëm që kanë thonë që është pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, s'ka mundësi me u bashku te një njeri me kon falltor, poet edhe i çmendur të njëjtën kohë. Nga se për me kon falltor, do të me kon jo besimtar. Mu kon i çmendur, s'mundesh me kon falltor. Mu kon poet i mirë, s'mundesh me kon i çmendur, edhe këto insane që bin ndash njëra me tjetrën. Am yaquluna taqawwalahu, a thojnë ata, jo besimtarët, e ka thonë, ka trillu pejgamberi alayhis salam pe vetes Kur'anin, bel la yu'minun, thot Allah te bareke ve teala, ata nuk besojnë. Një njeri që beson nuk e thot këtë fjalë, që Allah te bareke ve teala ose pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka trillu diçka dhe nuk i ka zbrit shpalljen. Allah azza wa jall thot për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, walau taqawwala alaina ba'd al-aqawil, sikur se ai pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kish me trillu për neve, për Allah azza wa jall diçka, la akhadhna minhu bil yamin, do e kishim kap atë me djathtën ton, thumma laqata'na minhu al-watin, e pastaj do t'ja kishim kput arterin kryesore të zemrës. Që kjo është garantim për Allah te bareke ve teala se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk flet për vetes. Kur kanë thonë ata që e ka trillu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Kur'anin, Allah ju ka thonë falyatu bi hadithin mithlihi. Nëse ai ka trillu edhe është fjalë e njerit, atëherë le të vinë me një të folme, me një Kur'an sikur se që ka ardhur ai. In kanu sadiqin, nëse janë të sinqert me atë që po e thonë. Am khuliqu min ghayri shay am humul khaliqun? Thot Allah azza jall, a mos janë kriju ata pa asgjë, min ghayri shay am humul khaliqun? A mos ndoshta kanë kriju veten e tyre? Nuk ka mundësi njeri as me kriju veten e tij, as me kriju prej diçkafe tjetër. Prej kurxhehiçit. Patjetër që do të me pas një krijues. Allah azza jall i thrati thot kurajët me Mekës në atë kohë, po edhe njerëzën përgjithësi që më mendu, am khuliqu min ghayri shay, a mos janë kriju nga asgjë hiç, am humul khaliqun? Apo mos janë kriju veten e tyre? Am khalaqu as-samawati wal ard, a mos e kanë kriju ata qejt edhe tokën? Bel la yuqinun, ata nuk e besojnë Allahun te bareke ve teala dhe nuk janë të bindur. Veç thonë kështu. Transmeton Buhariu në sahihun e tij prej Jubair ibn Mut'im radhiyallahu anhu, i cili thot, e kum fal me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam namazin e akşamit. Në atë namaz pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka lexuar surën At-Tur. Edhe i ka lexuar këto ajete. Am yaquluna taqawwalahu bal la yu'minun. Shpifjet që kanë thonë jo besimtar për pejgamberin alayhis salam. Pejgamberi alayhis salam ka lexuar namaz, a mos po thonë që është trillim, ata nuk besojnë. Falyatu bi hadithin mithlihi, ladvin me një hadith, me një fjalë, me një Kur'an të njëjtë, in kanu sadiqin. Am khuliqu min ghayri shay am humul khaliqun, a mos janë kriju nga asgjë hiç, apo ata kanë kriju veten. Am khalaqu as-samawati wal ard bal la yuqinun, a mos janë kriju ata qejt edhe tokën. Jo, thot Jubair ibn Mut'im radhiyallahu an, kur i kum dëgju këto fjalë të Allahut, të dalë prej gojës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në namazin e akşamit, kada qalbi an yatir. Për paksa nuk më ka dalë zemra prej gjoksit me më fluturu. Para mendon, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i dërguar i Allahut, cilët Jubair ibn Mut'im i ka besu, po i lexon ajetet, apo në të cilat kufarët e kanë shajt edhe kanë fol keq për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Thot kada qalbi an yatir, për paksa nuk më ka fluturu zemra. Am indahum khaza'in rabbik am humul musaytirun? Thot Allah azza wa jall, a mos janë
në durët e tyre depot e rrezikut të Zotit, e po ashtu edhe pejgamberllëku, që i dojnë kujna dojnë sa dojnë, jo, patjetër që nuk janë. Am lahum sullamu yastami'una fihi falyati mustami'uhum bisultanin mubin, a mos kanë ata shkallë të larta me të cilat ngjiten edhe dëgjojnë shpallin e Allah te bareke ve teala, ku thuhet se ata janë të vërtetën, jo, patjetër që as kjo nuk është. Am lahul banatu wa lakumul banun, prej gjehlit që kanë pas ata Kurejsh në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe prej shirkut që e kanë bërë, është që kanë thonë se Allah te bareke ve teala ka fëmijë. Edhe fëmijët e Allah te bareke ve teala kanë thonë që janë vajzat, e jo djemt. Thot Allah azza wa jall wa yaj'aluna lillah ma yakrahun. I kanë atribu Allah te bareke ve teala ata që e kanë urrejt për veten e tyre. Nga sa ata i kanë urrejt vajzat shumë në atë kohë. Thot Allah azza wa jall wa idha bushira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim. Kur dikush prej tyre është përgëzuar dhe ju kanë thonë që të ka lind vajzë, dhalla wajhuhu muswaddan, ju kanë zi fytyra, wa huwa kadhim, dhe u mërzit shumë, yatawara min alqawmi, është mshef prej popullit vet, min su'i ma bushira bihi, prej asaj të keqes me të cilën u përgëzu. Edhe i ka pas dy opsione, a yumsikuhu ala hun am yadussuhu fi turab, a me majt gjallat vajzë edhe të njetën me jetu i poshtrum, apo me varros ato për zgjalli. Kështu kam vepru me kas në të kohë Allah në rujtë. Thëtë Allah te bareke ve teala vazhdim, am tas'aluhum ajran fahum min maghramin muthqalun, a mos je ti o Muhammed duke kërkush përblim për thirrjen që po bën, për davetin që po bën, për kumtimin që po kumton shpallën e Allah te bareke ve teala. Jo, patjetër që jo, pejgambert nuk kanë kërku prej popujve tyre asgjë. Thot Allah azza wa jall, wa ya qaumi la as'alukum alayhi mala, çto kanë thënë pejgambert, o populli jon, na nuk kërkojmë për juve pasuri, as diçka të kësaj bote. In ajriya illa ala Allah, me të vërtet shpërblimi im është vetëm te Allah te bareke wa taala. Am indahumul ghaib fahum yaktubun, a mos ndoshta ata e dinë të fshehtën, e pastaj u shkruajnë njerëzve atë që e dinë prej ghaibit, edhe i njoftojnë se çka ka më ndodhur. Patjetër që përgjigjja është edhe këtu jo. Nga Allah te bareke ve teala thot, qul la ya'lamu man fi s-samawati wal ardi al-ghaib illa Allah. Thoje Muhammed, nuk e din ghaibin fshehtën askush që është në qej edhe në tokë përveç Allahut te bareke ve teala. Po edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk e ka ditë. Ju ka thonë në atë kohë, qul la amliku li nafsi naf'an wala darra. Unë nuk e posedoj për veten time as mi bo vetës diçka mirë, pas na i dëm mi bo. S'kam dorën time sen. Illa ma sha Allah, përveç asaj që Allah dën. Walau kuntu a'lamu al-ghaib, e sikur ta kisha ditë të fshehtën, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, lastakthartu min al-khairi wa ma massani as-su. Kisha shtu vepra të mira hala shumë më shumë, edhe asnjëherë nuk më kish godit diçka e keqe. Po kjo është ajet, argumenti Allah që as pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk e din të fshehtën. Am yuridun kayda, a mos po të kurdisin ata ty ndonjë kurth, falladhina kafaru humul makidun, bindu dhe besoj Allah se mohus të fes, janë ata që bin kurth, jo ti o Muhammed. Am lahum ilahun ghayru Allah, thot Allah azza jall, a mos ata kanë ndonjë zot tjetër i cili e meriton adhurimin përveç Allah te bareke ve teala? Am lahum ilahun ghayru Allah, subhanallahi amma yushrikun. I lartësuar është Allah te bareke ve teala shumë për asaj me të cilën ata i bojnë shok edhe shirk Allahut te bareke ve teala, subhanallahi amma yushrikun. Në këtë ajet Allah flet për tauhidin edhe për shirkun. E ne e dim që urdhëresa e parë edhe ndalesa e parë në Kur'an janë bashkë për shirkun edhe për tauhidin. Allah azza wa jalla thot, ja ayuhan nas u'budu rabbakum, o ju njerëz, adhurani Zotin tuaj, tauhid. Fala taj'alu lillahi andada, o ju njerëz, mos i bani shok Allah te bareke ve teala në adhurim. Pastaj në ajetin në vim Allah flet për inatin dhe kokëforsinë që kanë pas me kast, edhe i përmend disa prej dënimeve që kanë mi pas ata. Thot Allah azza wa jall, wa in yaraw kisfan min as-sama'i saqitan yaqulu sahabun markum. Sigur ata edhe ta kishin pa ndonjë copë prej qiellit, tu ra poshtë, dënimin Allah sigur ta kishin pa me sytë e tyre,
siç ka ndodhur në popujt e mëhershëm, ata kanë me thonë, këto janë re të dendura. Nuk është dënim, janë re të dendura. Njëra mbi tjetrën. As në këtë rast nuk kishin marrë mësim, edhe sikur ta kishin pa, dënimin Allah të ardhë. Thëtë Allah azza wa jall, "Walau ruddu la'adu lima nuhu anhu." Sikur jo besimtarët kthehen në dynjë, prap kanë më kthyer dhe kanë më bë veprat e njëjta. Domethënë masi që të hinë në xhenem, nëse Allah I kthen në dynjë edhe një herë, prap kanë më bë veprat e njëjta. Çato që Allah I ka ndaluar prej tyre. Fadharhum hatta yulaqu yawmahum alladhi fihi yushaqun. Lejti ata o Muhammed në inatin edhe mohimin që e kanë ata. Mos u mirë me ta. I ke ftu, I ke thirë më shumë se njëherë, in alejka illa al-balagh, nuk takon ty, ja Rasulullah, vetë se me au tërhek vrejtën njerëzve. Nuk mund është tim ishtim ata me besu me zërë. Si që thëtë Allah të barake wa ta'ala, innaka la tahdi man ahbabt, walakin Allah yahdi man yasha. Ti s'mun është me uzu kënë të dënë o Muhammed, po Allah kënë dënë e udhëzën. E lejti ata, dhe sa ty vjen dita dënimit tyre, ditën e të cilën do të shtangen, ditën kur do t'ju thuhet, si që patëm pak më parë, efe sihrun hadha, antum la tubsirun, a mos është sihr ky dënimi juve, apo nashta ju nuk jeni tu e pa, sigurisht që nuk e keni pa pejgamberin edhe mësimet e tij në dynjë. Yawma la yughni anhum kayduhum shay'an wala hum yunsarun, ditën kur nuk do t'i bëjnë dobi dredhit dhe kurthat e tyre as nuk do të kenë ndihmëtar për ta. Wa inna lil ladhina zalamu adhaban duna dhalik walakinna aktharahum la ya'lamun. Me të vërtetë për ata të cilët I kanë bërë zullum vetes me shirk dhe me gjunahe, të Allah azza wa jall do të ketë dënim për ta para dënimit të ahiretit. Po ata nuk dojnë me ditë. Se sikur të kishin ditë nuk kishin nejtë në kufrin e tyre. E këto dënime, cilat Allah I ka përmend që kanë mi pas këta njerëz para dënimit të ahiretit, janë siç tham për shembull në poshtën e luftën e Bedrit, në vitin e 2 të Hijretit në Ramazan. Ose edhe smundjet e ndryshme, dënimi I varrit e kështu me radhë, dënimet që I vinë para dënimit të ahiretit. Edhe në fund të kësaj surës, në ajetet e fundit thot Allah te bareke ve teala, nxit pejgamberin sallallahu alaihi wasallam me bë sabër edhe me adhuru Allahun, me përmend Allahun dhe me fal namaz në disa kohë të ndryshme. Wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi a'yunina. Thot Allahu, duroj gjykimin e Zotit tënd. Kjo situatë që ka ndodhur, që nuk po të besojnë, duroj këta. Bëju davet sa të ki mundësi, bë sabër në davet, po bë sabër edhe ndaj fjalëve edhe trillimeve që ata I thonë. Fa innaka bi a'yunina, nga se ne të shohim ty edhe të kemi në kujdesin tonë. Nëse ata nuk të përgjigjen ty, atëherë lej ata edhe largohu prej tyre. Fa in a'radu fama arsalnaka alehim hafidha. Allahu thot, nëse ata largohen prej teje, na s'kena çu mirujt ata me ishtim e zërë më besimtar. S'ka mundësi. Wasabbih bihamdi rabbika hina taqum. Lartësoj dhe falënderoj Zotin tënd. Thuaj subhanallah dhe alhamdulillah kur të ngritesh, ka thonë Allah te bareke ve teala. Kjo fjala kur të ngritesh, dietarët e kanë përmend më shumë se një mendim se çka është për qëllim këto. Disa kanë thonë kur të ngritesh për në namaz, që është duaja e parë mas tekbirit. Subhanaka Allahumma wa bihamdik wa tabarak ismuk. Me thonë subhanallah edhe me falënderoj Allahun kur ngritesh për namaz. E dyta, thonë dietarët është për qëllim falënderoj dhe lartësoj Zotin kur të ngritesh nga gjumi. Transmeton Buhariu në Sahihin e tij një dua nga Ubadah ibn as-Samit, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, men ta'arra min al-layli faqal, kush zgjot natën për gjumit dhe thot la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahu al-mulku wa lahu al-hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illa Allah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Thot këto dhikra e që ndërtosh falënderimi dhe lartësimi Allah, subhanallah dhe alhamdulillah. Çka ndodh me të? Thumma qal Allahumma ighfir li au da'a ustujiba lahu. Nëse thot ki dua kur ngritet pe gjumit, edhe lut Allahun me diçka, ajo dua ka më pranu. Ose thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, fa in tawadda, nëse merr abdes edhe ngrihet me fal namaz natë, qubilat salatuhu. Hadithi është Buhari, I pranohet namazi I tij. Edhe mendimi I tretë është që thuj subhanallah dhe alhamdulillah kur ngritesh prej mezhlisit, kur rrin njerëz në një mezhlis, edhe ngritën është prej sunetit, me thon kefaretin e mezhlisit. Subhanakallahumma wa bihamdik. Subhanallah dhe alhamdulillah.
ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Edhe në ajetin e fundit thot Allah te baraka wa taala wa min al-layli fasabbihu wa idbara an-nujum. Po ashtu edhe natën bëhet të njëjtën. Fal namaz natë, thuaj subhanallah dhe thuaj alhamdulillah, lavdrej dhe falëndrej Allahun. Wa min al-layli fasabbihu wa idbara an-nujum. Po edhe fale namazin e sabat, sunetin apo farzën e tij. Disa thonë është për qëllim suneti i sabat, disa thonë është për qëllim farzi i tij. Atëherë thot Allah kur yjet fillojnë të largohen si pasojë e afrimit të dritës së ditës. E ç'është kur hen koha e namazit të sabat. Thot Aisha radhiyallahu anha, në një hadith që transmeton Muslimi, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, rak'at al-fajr, 2 rekate sunet të namazit të sabahut, khairun min ad-dunya wa ma fiha, janë më të vlefshme se sa dynjaja dhe çka ka në to. Po ashtu një hadith tjetër thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e që ka të bëjë me subhanallah dhe me alhamdulillah, me këto që na ka urdhëruar Allah, la an aqula, që të them unë, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illa Allah wallahu akbar, këto 4 dhikra, ahabbu ilayya mimma tala'at alayhi ash-shams, është më e dashur për mua se sa e gjithë ajo mbi të cilën ka lind dielli. E që është për qëllim e gjithë dynjaja. Me kaq që përfundojmë komentimin e surës At-Tur. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.